Jemi në të njëjtën pjesë, vazhdim, po tani jemi detyruar, zoti Qori, faleminderit shumë që na nderoni sot, siç na keni nderuar gjithmonë, por jemi të detyruar sepse ne do të bënim bashkë atë për partitë tradicionale, partitë e mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë vendosur që partitë e reja nuk i pranojnë në bisedime. Punë e tyre tani të gjitha dhe ne tani po operojmë në këtë mënyrë. Nuk do jetë të mëdha këto. Kur nuk kemi pulën, amë sorën. Jemi detyruar. Dhe tani ti je bashkë me ne dhe do flasim për... Ju prezentuat ditën e djeshme programin e Lëvizja Bashkë. Çfarë është në thelb ky program? Unë do dhe quaja programi transformimit madh ekonomik, social dhe politik të Shqipërisë. Është një program për cilin kam punuar mbi 50 ekspert dhe profesionist shumë fushave për 15 muaj. Them transformimit madh Shqipërisë sepse Shqipëria ka nevojë për shumë çka, sigurisht ka nevojë për të çkapur shtetin, ka nevojë për të luftuar me rrënjë korrupsionin, evazionin fiskal e formalitetin punë, por nga ana tjetër ka nevojë edhe për politika zhvillimore. Ka nevojë për një shtet i cili e nxit dhe orienton kapitalin drejt sektorëve më produktiv. Shqipëria ka nevojë për mëkëmbjen e bujqësisë, për rritjen e industrisë, sidomos të aspekteve përpunuese të industrisë vendase. Ashtu si kundër ka nevojë për programe sociale të mirëfillta, vendosjen e minimumit jetik, vendosjen e standardit dinjitos të pensioneve, përmirësimin e ndjeshëm të shërbimeve publike si shëndetësia, arsimi, mbështetjen e qytetarëve për ta bërë të përballueshëm strehimin e tyre, e shumë tjera që po të kishim kohë do i trajtonim edhe më në detaj. Jo, paka shumë ne e dim, domethënë programin tuaj të gjitha, por ne do përpiqemi të ndryjmë në të themi disa pika që na duken si thua Sharlin të kemi jetuar 35 vjet në pluralizëm, në këtë sistem, në këtë gjëja sistem dhe tani nga Afrika i frym kosit. Nga që nga dojë qulli, domethënë. I frym kosit dhe do të bëjmë pyetje që edhe fakti që ti me këto që thua është shumë e vështirë të marrësh votat e shqiptarëve. Po pse? Po sepse ky është një popull tani Arlind që të jemi realistë, që në mëngjes merr një harqe në dorë dhe del për të kapur në një gjë. Po kjo nuk është popull. Ka 30 vjet, jo. Keni 2-3% e popullit që bëjnë punë, po populli jo shkon në punë ose kërkon punë për ditë, më kupton? Edhe ti Bushate ke këtë mendim që s'është ky popull kështu. Nuk votoja, unë jam votues. Nuk kërkoj vota për Po nuk mendoj që populli është ashtu, domethënë. Populli janë njerëz që kërkojnë të jetojnë me punën e tyre, si lë njerëzit të jetojnë me punën e tyre, japin shumë më shumë. Ora është mësuar për sprapin, punën e gjitha. Ky është një sistem, unë mendoj unë mo. Okej. Si ma mbush tani mendjen, moti mendoj unë që ky sistem që kemi ngulitur ne është shumë i veçantë, nuk ngjan me asnjë gjë tjetër që e kanë krijuar shqiptarët. Ku të gjithë përpiqen kushtrëmbejnë në një gjë. Nëse është sistemi, nuk është populli. Dhe sistemi nuk e krijuar populli. Sistemin e ka krijuar elita ekonomike. Janë mësuar njerëzit kështu, si është bën ti këtë. Sistemin e ka krijuar. Ti ke shkolla këtu, o zotëri, prit një minutë. Ke 30 vjet një arsim zero ku shkojnë njerëzit nëpër shkollë, nëpër godina, objekte, marrin një diplomë që ja mbushte Meti. Është Ron Meti Kristalit. Aron. Kristalit. I Kristalit do të kyse kë nuk e di Ron as Ron. Ose të tjerët, të gjithë të tjerët. Tani, të gjithë këta mbushin diploma dhe të gjithë mbushin xhepat. 2 diploma këte, 2 këte. Edhe dalin. Tani ky popull është përgat. E di pse ndodh kjo? Pse ka ndodhur? Ky popull të tjerët kanë ikur jashtë. I kanë ikur Arlind. Jo mos s'kan ikur gjithë. Të tjerët, ja kanë mbatur mo. Sa kanë ikur? Pjesë ka ikur sigurisht, mund të ketë ndoshta 40% e popullsisë tani. S'kemi as shifra të sakta. Okej. Shikoj edhe herë, po tham sistemi, po themi rregullat që ka vendosur elita politike dhe elita ekonomike. Dhe me këtyre rregullave të padrejta, sigurisht që një pjesë e shoqërisë është detyruar të përshtatet, të mbijetojë. Mirë po, nga ana tjetër, kjo është si këmisha e forcës. Në fakti që një pjesë e madhe e shoqërisë gjendet në këtë këmishë force, nuk do të thotë që intereson këmisha e forcës. Sa e sa njerëz punojnë ndershmëri, sa e sa njerëz punojnë në të zezë. Duan të punojnë në të zezë, thotë? Ka rreth 44% është shifra informalitetit në punë në Shqipëri. Ti mendon që ata 44% duan të jenë pa pensione, duan të jenë të pasigurt gjithë jetën e tyre, janë detyruar për shkak të si thua, mosbërjes punës nga shteti, mos kontrolleve duhura ndaj sipërmarrjeve të mëdha, po nga ana tjetër edhe për shkak të një strukture ekonomike ku një pjesë e konzervueshme e forcës punëtore ka hapur një frëngjie aty te shtëpia vet, dhe vetëm shet
gjërat vogla. Kjo struktura jonë e prapambetur ekonomike, e prodhuar nga kapja e shtetit, korrupsioni, klientelizmi, dhe në pikërisht këtë strukturë ekonomike dhe sociale duam ta transformojmë. Duhet ndryshuar rregullat, duhet ndryshuar ky sistem ekonomik shoqëror në mënyrë që njerëzit të realizojnë potencialet e tyre. Sepse njeri kështu dembel prej natyre, njeri parazit prej natyre nuk ka. Ka njerëz që duan të përparojnë. Fshatire, pe programin e partisë e Lëvizjes Bashkë? Ma nisi Arlindi nuk e kam lexuar akoma, po i njoh shtyllat kryesore. Shtyllat, Ç'më ndonë? Ka një mundet të realizë. Çfarë them unë tani, unë e kam të shpallur votën për Arlindi. Nuk ja vle të shpjegoj tani pse më pëlqen. Më mirë do ishte debati po patët kontradikta, siç e nise. Ja, po kontradikta është s'ka kontradikta kështu, janë gjëra shumë të bukura që të po të paralizueshme. Për mua. Të tjerët rreth nesh Nëse mund ta bëj një koment, meqense unë s'munda dot që për 4 orë sa më lanë në dispozicion të lexoja të gjithë programin, por pata mundësinë që të shoh pikat kryesore. Dhe aty është bërë një skanim shumë i mirë i situatës që gjendet ekonomia shqiptare, duke nisur nga bujqësia, industria, turizmi, ndërtimi, dhe më pëlqeu te pjesa se si programi jep të ide të cilat zgjidhen përmes standardeve të mirëqeverisjes, eliminimit të korrupsionit dhe të klientelizmit dhe zhdukjes së monopoleve dhe kompanive të cilat dominojnë tregun shqiptar. Megjithatë, sa i takon pjesës të zgjidhjeve që jep në fushën e shpenzimeve publike, si që ishte një faturë shumë e shtrenjtë për rritjen e pensioneve, 1 miliard euro, e cila është e papërballueshme nga buxheti i shtetit dhe pse është shumë mirë. Reforma e pensioneve dhe rritja e pensioneve bëhet me shkallë graduale në përputhje graduale me rritjen e konsoliduar ekonomike. Nuk mund të bëhet me njëherë se më pas ose do të rritet borxhi publik ose do shkurtosh gjysmën e administratës, pra janë disa shpenzime të cilat do me thonë, ishin më shumë utopike. Ajo që më bëri përshtypje ishte në fakt e niveli taksimit që këtej propozoi shtrirja e progresivitetit më thellë se sa është sot, edhe sa i takon tatimit të biznesit, edhe tatimit të pagave, nga ana tjetër premtoi ulja e informalitetit dhe përmes faturës do fitonte përmes uljes së informalitetit do financojë rritja e pensioneve. Këto dyja në një sistem tatimor, si që ka Shqipëria, nuk vlen dhe nuk shkojnë. Sepse në momentin që ti vendos taksën progresive, informalitetit të rritet. Tani, të bëj një llogari të thjeshtë lidhur me normën e taksimit që është propozuar te taksimi i pagave, meqense është më i kuptueshëm. Për pagat e larta, nëse e ke pagën 4.000 euro, tatohesh 25%, apo e kam gabim, dhe merr një pagë neto në vlerën 3.000 euro. Nëse e ke 4.001 euro, taksohesh 35% dhe merr një pagë neto 2.600 euro. Pra, dikush që ka pagën më të lartë, do t'i thotë tjetrit, ma nën deklaro. Kështu që ti nuk ke se si të arrish të fitosh nga aksioni i informalitetit që tjetri të rris deklarimin duke bërë taksën progresive. Taksa progresive bëhet tek ekonomitë të cilat kanë shumë favorizime, por që nuk është modeli i ekonomisë shqiptare. Sepse për mua, për shembull, këtu tatohen pagat, janë dhe sigurimet shoqërore, pra nëse ti e bën për pagat e larta, për pagat mbi 4.000 euro, ose për pagat mbi 2.000 euro, taksën 25%, nëse e llogaritim edhe nivelin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të bie praktikisht 45%. Ky nivel taksimi është vetëm në vende si Franca, si Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt ato nuk e kanë 45%, e kanë te 37-40% taksimin e pagave, që i bie që të punosh dhe gjysmën t'ja lësh shtetit. Tere, ku është pyetja? Kjo më duket pak utopike. Pra, me progresivitet do luftosh informalitetin. Si mund të zgjidhet kjo? Pra, që edhe unë, do me thënë se duke qenë eksperte Ola, e spjegon, do me thënë, në gjuhën e ekspertizës. Edhe unë tani kam këtë paqartësi. Duke mos qenë ekspert i kësaj fushë zotëri, ti i merr tani këto dhe e bën si në vendet nordike taksat. Në një vend ku është një bën taksat, këto taksa i marrin në
U thanë këto të gjënë përgjinjë. Norvegji e këtë. Ja, ato e marrin më shumë. E ka mundin për ajo taksa. Ja marrin edhe 20% më shumë se... Por e ti ke vënë të dyherë më shumë se e drama tani. Për të prit një minutë. Edi Rama ka 23%. Ti e ke për 35. 35, por për ata që janë mbi 4 milion. Jo, e ka 23% mbi 2 milion lekë të vjetra ose 2.000 euro. Me fasha marginale. Do me thënë, Te tabela që kishit këshu. Për margjin, le të themi, 400.000 të reja e sipër. Pra është model marginal, nuk është si thua shtatohet e gjithë paga. Po, do ta nis me pensionet me që e njoh më mirë atë gjë. Unë kam bërë shumë llogari se sa është informalitetin punë në Shqipëri dhe duke kryqëzuar shumë të dhëna nga Instati, nga Instituti Sigurimeve Shoqërore, kam arritur që llogaria më modeste, do të thonë niveli më i ulët i mundshëm sot i informalitetit mua më del 44%. Dhe kam menduar diçka thjesht, sigurisht për gjysmonin informalitetin. Në tregun e punës. Qofse ne përgjysmojmë informalitetin, pra na shkon informalitetin punë sa vende si Maqedonia apo Serbia. S'po them ta bëjmë zero. Aspirata është ta bësh zero në vitet e ardhshme, por ta përgjysmosh. Mua më rezulton që për Institutin e Sigurimeve Shoqërore, qofse përgjysmohet informaliteti dhe gjithë ata që formalizohen, janë vetëm me pagë minimale, mund të jenë me pagë edhe më të lartë, do të merrte buxheti i sigurimeve shoqërore 530 milion euro. Do t'i shtoheshin, më kupton? Mund t'ju bëj ndërkohë një pyetje? Ta mbaroj, lutem. Pra, vetëm duke përgjysmuar informalitetin, do të rekuperonin 530 milion euro. Tani po të futesh këtu, rritjen e ekonomisë, rritjen e produktivitetit punës, rritjen e pagave që shoqërohet me këtë gjë, sigurisht që fitim ose të ardhurat që mbledh Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të ishin më të larta. Nga ana tjetër, ne kemi një kosto shumë të lartë të korrupsionit dhe të abuzimeve. Raporti para Pakovi si e ka ky institucionin, kontrolli i lartë të shtetit nxirrte mbi 1 miliard euro mos realizime në dogana, tatime, korrupsion e kështu me radhë. Pra, vend për politika sociale ka plot. Nga ana tjetër, ne duam të më këmbim bujqësim, duam të më këmbim industrinë për punuese, çka do thotë duam të shtojmë vlerën e shtuar në ekonominë shqiptare. Jo, ta mbajmë te informaliteti dhe rritja e pensioneve, e them se i gjeni 530 milionë euro. Ta mbaroj. Në qoftë se ne marrim si të pandryshueshëm modelin ekonomik, ju keni drejt, që po vazhduam ne të shesim gjëra të vogla te tregu i lagjes, ne s'do rritemi kurrë, por ne duam të zhvillojmë ekonominë dhe njëkohësisht kam një pyetje, fatura 530 milionë euro, si do shoqërohet edhe me rritje të taksave të biznesit, edhe të tatimit mbi dividendin, ndërkohë që aty do t'i shtosh edhe deklarimin e punonjësve. Tani kemi shumë të tjerë që janë informal, që janë të tregu i vetë punësuar, sipas të dhënave që publikon Banka Botërore, ku i ke marrë dhe ti dhënat ku i shoh dhe unë. Po, edhe një herë, ne duam ta nxisim ekonominë. Nëse ti thua me detyrim që hajde formalizohu, ai do shkojë në shtëpi dhe do kërkojë asistencë ose ndihmë ekonomike që ta mbash me para nga buxheti. Dhe ty jo vetëm që nuk ja merr ato lekët që pretendon nga sigurimet shoqërore, por në fakt do t'i japësh. Nuk është kaq teorike. Ju e dini shumë mirë që nuk janë vetëm të vetë punëtuarit punuar. Kurse sa i takon taksës së korrupsionit apo peshës së korrupsionit, aty të jap të drejtë. Prandaj thash, sa i takon parimeve të mirëqeverisjes, ishte shumë mirë. Vetëm me këtë mund të bëhet. Parimet e mirëqeverisjes janë universale. Prokurimet publike. Por dua t'ju them diçka. Informaliteti nuk përcaktohet vetëm nga të vetë punësuarit qyqarë që kanë hapur një frëngjit vogël dhe shesin sa gjëra dhe nuk formalizohen. Në fakt, modelin e ekonomisë shqiptare 95% janë bizneset vogla me 1 deri në 4 punësuar. Ka edhe 9 deklarim të pagave, ju e dini shumë mirë, në të gjithë sektorët, nga ndërtimi, tek media, gjithandej. Për shkak të taksës progresive. Ka shumë gjëra tjera, por nga ana tjetër, mos harroni diçka. Ne nuk mund të marrim për të mirëqenë një administratë tatimore për plot me patronazhist, edhe një inspektorat pune për plot me patronazhist që nuk bëjmë punën dhe sigurisht ka evazion fiskal, ka informalitet dhe ka shumë çka tjetër. Ne duam të mirëqeverisim, duam të krijojmë një administratë eficiente, të ndershme me njerëz të përgatitur që do e bëjnë punën e tyre. Më kupton, pra nuk mund të marrim të mirëqenë që gjithçka tjetër do mbetet kështu siç është, por do ndryshoj vetëm modeli taksimit apo vetëm do të rriten pensionet. Prandaj programi është kompleks dhe ne kemi ndarë në 4 shtylla, edhe shtet zhvillimor, edhe shtet social, edhe shteti së drejtës, madje edhe demokraci pjesëmarrëse, pra një qytetari të angazhuar e cila kërkon llogari dhe e cila nuk të lë të abuzosh me paran publike. Pra, duhet ta shohim në tërësinë e vet në këmbjen e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Unë kam parë disa aksione anti-informalitet, madje ai më i ashpër dhe më i egri ka qenë në vitin 2015, ku ishte një administratë doganore, tatimore me shpatë të madhe dhe u bën disa ligje të frikshme, ku futej berberi në burg se nuk ishte prerë kuponin tatimor, apo gjoba
shumë të larta, të cilat i shpalli dhe antikushtetuese, gjykata kushtetuese, dhe prap nuk u formalizua Shqipëria. Se nuk mjafton vetëm formalizimi pa nxitjen e zhvillimit ekonomik, pa i futur njerëzit në tregun e madh të punës, pa nxitur krijimin e ndërtimin e fabrikave të reja dhe shumë të tjera. Gjitha këto duhen bërë paralelisht. Çështja është që ti duhet të jesh në ecurin e zhvillimit të industrisë, të përdorimit të burimeve natyrore të Shqipërisë, të zhdukjes së monopoleve, rritjes së konkurrencës, zhvillimit të ideve të reja, të të rinjve, dhe pasi ti arrish këto, atëherë do bësh. Bashkë me arritjen e këtyre, bashkë se nuk mund t'i thuash popullit prit 20 vjet, sa të dhëmë dhjam, dhe pastaj. Nuk bëhen do të dyja. Ne jemi mësuar. Do të rritet papunësia pastaj dhe do të rriten shpenzimet buxhetore për asistencë sociale. Ju e dini shumë mirë që diskutimi mbi teoritë ekonomike është i pafundëm. Ka teori që çojnë përpara ide tuaja, ka teori që çojnë për modelin e Shqipërisë bazuar në çfarë ka kaluar, çfarë përvojash ka kaluar Shqipëria. Versioni që do vëm mish një herë, një 20-30 vjet, dhe pastaj do ndërtojmë shoqërinë e drejtë, ne kemi provuar një herë. E tentoi Enver Hoxha, tha, do sakrifikoni vëllezër e motra, hani edhe, ku diun, buk misri, se na pret socializmi. Ne duam t'i bëjmë gjërat bashkë. Pra duam që qytetarët të ndjejnë efektet e rritjes ekonomike. Po ju marr një rast. Për pensionet ne kemi një model. Arlind, nëse një qytetari ndjen efektet e rritjes ekonomike, ai shkon dhe paguan taksën. Nuk ka nevojë për aksione anti-informalitetit dhe për fushata të tilla. Edhe një herë, aksionet kundër informalitetit duhet të jenë shkallëzuar dhe duhet kenë për objekt në radh parë bizneset e mëdha, ato që kanë kapacitete për të paguar dhe nuk paguajnë. Madje në programin tonë e sjellim një shembull nga Turqia para 15-20 viteve, ku qeveria subvenciononte bizneset e vogla që të më këmbeshin dhe pastaj kërkonte në këmbim formalizimin. Pra, të vjen shteti dhe thotë gjysmën e sigurimeve shoqërore do ta paguaj unë. Për ju që jeni bizneset vogla, ju do paguani gjysmën tjetër. Por ama me shpresë që këto biznese fuqizohen. Nga ana tjetër, po e them edhe një herë, ne kemi nevojë për jo vetëm rritje ekonomike dhe politika drejta sociale. Do të marr shembullin e pensioneve. Deri më sot modeli rritjes pensioneve është indeksimi. Pra, marrim indeksin e çmimeve, sa është rritur? 3% inflacioni, 3% rritet pensioni. Vendet e tjera, çfarë bëjnë? Se unë kam studiuar shumë mirë këtë gjë. Qeveritë thonë, do marrim për bazë të rritjes vjetore të pensioneve më të madhen prej rritjes së çmimeve ose rritjes pagës mesatare. Më kupton? Ne kemi hequr lidhjen midis rritjes ekonomike, rritjes së pagave dhe pensioneve. Dhe ju dini më mirë se unë që hendeku midis pagave dhe pensioneve sa vjen e rritet. Është tre fish, paga mesatare me pensionin mesatare. Pensionistët që dalin sot në pension, marr një pension gati 3.000 lekë të reja më të ulët se pensioni mesatar. Që do thotë çdo vit që kalon pensionistët marrin më pak pension. Ne kemi një skandal tjetër të rasti pensioneve. Për të marrë pension minimal në Shqipëri duhen 15 vite pune. Mesatare e vendeve të OECD është 13 vite pune. Merret sociale. 70 vjeç. Kur je në buzë varrit, më kupton? Pra, vendet e tjera ku nuk kanë këto probleme të informalitetit, si ne, e kanë mesataren, vendet e OECD-s e kanë 13 vite. Ne me këtë lemeri që kemi pas me informalitetin punë për 30 ca vjet, kemi nevojë që të paktën ai kufiri të jetë 10 vjet për të përfituar pension. Përndryshe do kemi ushtri të tëra pensionistë që do i rrinë me syt nga deti tek fëmijët e tyre që ju thash, i kishit bërë një skanim shumë të mirë, pash çështjen e kontratave hidrokarbure, menaxhimit të burimeve natyrore, çështjes së tregut monopol që ka nafta apo tregjeve të tjera. Ti them dhe një konstatim të fundit. Vetëm kjo taksa të larta më duk më shumë si një ideologji e tepruar që kishit shënuar, se thonin që ne kontratën me Bankers Petroleum do ta bëjmë nga 50% që është aty fitimi, ta bëjmë 60%. Tani, ku do ta çosh më shumë se 50%? Sot, shiko, Arlind, sot paguhet 0 tatim fitim, sepse frysh penzimet, ti mjafton ti funksionoj shteti, AKBN-ja, Agjencia e Burimeve Natyrore, të shkoj dhe të bëj auditin e shpenzimeve që deklarojnë të fryra dhe ka patur disa raporte të tilla dhe t'ja merr taksën. S'ke nevojë ta çosh 60 apo 50, jo kaq kisha edhe mbarovës. Tani të lutem. Po. Ju konsideroni ju njeri të pasur në Shqipëri. Sa të ardhur duhet ketë njeri në muaj që ta quani të pasur? Sepse ka një ide që Arlind Kjoriton është i frikshëm. Ky është si komunist dhe ky të copton. Dhe të bën cop, nuk e do pasurinë, nuk do këtë, nuk do këtë. Dhe kë quani ju njeri të pasur këtu? Tani, njeri unë e pasur kë quani. Pasuria është relative, varet me kë e krahason tani. Po mori 1% e shoqërisë,
quhet i pasur, njëri që është shumë i pasur, po morë 5% në shoqëri, pra varet nga përkufizimi. Para duhet të them diçka. Cila është ideja jonë për tatimin e kompanive? Kupton? Sot kemi një tatim 15% për kompanitë, për çdo lloj kompanie dhe 8% dividendin. Dakor? Ne duam bëjmë diferencim mes kompanive dhe mes kompanive të mëdha. Ju themi, qoftë ju investoni në teknologjinë e informacionit, qoftë ju investoni në industrinë automotive, ju nuk do paguani 15%, do paguani 3%. 5% kanë qenë këto të teknologjisë informacionit edhe nuk u zhvillua asnjë gjë këta që marrin tendera të aksit, ata paguani 5%. Edhe një bankë zhvillimore që jep kredit buta ose subvencione për këta sektor. As stimuloj fare. Ne e shohim, pa e kanë bërë vendet tjera, kur funksionon vendet tjera s'ka pse funksionojë. Nuk stimuloj me këtë. Ne japim para për të ngritur hotele me 4-5 yje. Ke deklaruar votë mos e mbroko. Edhe një herë. Qeveria jonë jep favore fiskale për oligarkë që ndërtojnë hotele me 4-5 yje në Bregdet. Në Bregdet fitimi është i sigurt. Sot në Shqipëri, kush investon në Bregdet, edhe sikur ta kishte taksën 30%, pra do fitonte shumë. Qeveria jo vetëm që s'takson, por t'jep edhe financime. Ne duhet të rimendojmë se cilët janë sektorët strategjik. Për qeverinë tonë, sektori strategjik është pastrimi i parave, ndërtimi, edhe ndërtimet e mëdha në turizëm. Jo, na duhet bujqësia, industria përpunuese, industria automotive, teknologjia e informacionit dhe kështu me radhë. Ore, Busha, të bëjmë pyetjen ty. Pse ke vendosur ti të votosh për Arlind Qiorin? Çfarë, domethënë? Sepse po ndiqja dhe debatin që bëri Arlindi me Olën. Domethënë, pyetja e parë që shtrohet është, në këto 30 vjet kemi ngritur një sistem të pabarabartë, një sistem ku ai që është i varfër bëhet gjithmonë më i varfër dhe ai që vjedh të tërë bëhet hajdut akoma më i madh? Në qoftë se bijem dakord që në 30 vjet kemi ngritur këtë lloj sistemi, e mbani mend Edi Rama në 2013 ka fituar pikërisht me çështjen e pabarazisë. Dhe nëse problemin e shtrojmë kështu, që në këto 3 dekada kemi ngritur një sistem të pabarabartë, ku i pasur i bëhet gjithmonë i pasur, e i varfër i zhytet gjithmonë. Jo, më të varfër si mi bërë, po është thelluar distanca. Pabarazia, vjen gjithmonë e duke u rritur, atëhere, ky program duhet ndryshuar, ky program duhet hequr nga kompjuteri dhe duhet mendojmë, a kemi mundësi kompjuterit ton t'i fusim një program të ri? Dhe kush do jetë programi i ri? Që duhet vi një moment që ata që i kanë rriepur të tërë të paguajnë më shumë dhe një pjesë të filloj të paguaj më pak, sepse është kjo pjesë e madhe në kurrizë cilve janë pasuruar këta një pakisa që kanë qenë 5% dikur, 3% e kanë arritur 1%. Dhe ka ideologji këtu në kuptim ideologjik, pa tjetër ka se çdo qasje e tillë është ideologjike, por nuk ka atë që ne i quajmë ideologji marksiste komuniste. Merrni New Dealin e Rooseveltit. Amerika nga vitet 30 deri në kohën kur erdhi filloi të fryj periudha reganiane thatcheriane, kanë arritur taksat për më të pasurit deri në 70%. Dhe kjo është periudha e begatisë më të madhe të Amerikës. Pra nuk do të thotë që më shumë taksim krijon dështim ekonomik. Barazia krijon gjithmonë mirëqenie. Dhe këtu e kam gjetur unë pikrisht dhe prandaj unë nuk e di, unë nuk vë bas dot për Arlindin që nëse idetë e Arlindit vini ditë në pushtet, këto do realizohen dhe do e bëjnë vendin më të mirë. Por jam i bindur që duhet provuar, sepse ky sistem që kemi sot do e shkatroj këtë vend, do e shpopulloj këtë vend dhe do e vër këtë vend peng të 100 vetave, siç po bëhet. Prandaj programi kompjuterit duhet ndryshuar. Në fakt, Amerika që u bë shteti i mirëqenies sociale u bë nga modeli i futjes dhe nxitjes së prodhimit që bëri Roosevelti jo nga taksimi, u prodhua, u rrit ekonomia dhe pastaj u taksuan të pasurit. Por, po flasim për një vend që ka 100 miliona banor, 330 sot nuk e di sa ka qenë atë periudhë. Po ekonomia e Shqipërisë nuk e konsum. Ku do ta shesësh nëse prodhon diçka?
Por, ajo që më pëlqeu te programi Arlindit ishte që ishte identifikuar, ka rënë bujqësia, janë zvendësuar mallrat e konsumit dhe linjat e prodhimit vendas të agropërpunimit. Ato janë simptoma të një qasje të saktuar që ky vend duhet grabitur dhe nga që qasja ka qenë kjo, s'është investuar në arsim, s'është investuar në bujqësi, s'është investuar në shëndetësi. Në qoftë se qasja është si do e bëjmë më të mirë dhe më të jetueshëm këtë vend për njerëzit, atëherë... Nëse mund të marrë vetëm një shembull. Qoftë se dikush është pronar kapitali sot, merr sinjale nga sektorët e ndryshëm të ekonomisë. Ku investon kapitalin? Të gjithë në ndërtim. Pse të gjithë oligarkët në Shqipëri investojnë në ndërtim? Sepse norma e fitimit është shumë herë më e lartë se sa në ekonominë produktive. Qoftë se ne kufizojmë sektorin e ndërtimit. Të përgjigjem kësaj pse? Se këta jo vetëm pastrojnë para, jo oligarkët, nën kontraktorët. Jo, oligarkët fitojnë. Pra, Shqipëria është i vetmi shtet që mua më ka rezultuar që për të pastruar parat nuk është kosto deri në 30%, 20% që shkon në vendet të tjera, po del dhe me fitim. Po dakor, përveç se pastrojnë parat, kjo kontradikt ka ndodhur te na. Edhe norma e fitimit është zakonisht e lartë. Tani nëse ti e rregullon sektorin e ndërtimit, ky kapital do të kërkojë rrugdalje në sektor të tjerë, do të guxojë më shumë në bujqësi, në industri. Sot kapitali i madh në Shqipëri është parazitar. Shkon ose në ndërtim, ose në hotele me 4-5 yje, ose në për banka. Pra aty ku fitimi është i sigur. Pra roli i shtetit është ta orientojë kapitalin aty ku gjenden ato që quhen teoritë e zhvillimit, avantazhet krahasura dinamike. Pra avantazhe që nuk janë detyrimisht avantazhet e sotme, po mund të ndërtohen si avantazhet e nesërme, që ne të kemi një ekonomi më të shëndosh. Përndryshe ne do mbetemi në vend numëro. Do ikin shqiptarët dhe do ndërtohen hotele me 4-5 yje. Mund të hotela? Në më thonë, gjithë këtë periudhë duket që jemi brenda një laboratori dhe po diskutojmë për parimet e ekonomisë. Një forcë politike e bën një program dhe ju keni bërë 177 faqe program për ta zbatuar. Pra, ju po hyni në zgjedhjet e 11 majit, perceptimi, sondazhet japin mundësinë që ju mundet kapni disa deputet. Po të keni deputetet e njerëzdor, dakor? Pra nuk fitoni zgjedhjet. Ndërkohë ju vetë keni pretenduar dhe keni deklaruar që edhe nëse PS apo PD fiton zgjedhjet, ne nuk bëjmë aleancë me ta. Dakor? Kështu që këto 177 faqet rrinë atje brenda flen. Pra as nuk zbatohen nga njëra anë, as nuk zbatohen nga ana tjetër. Atëherë çfarë vlerë ka gjithë kjo lodhje kur janë të pazbatueshme? Ja ta përgjigjem. E para një herë çdo parti që hyn në zgjedhje, sigurisht duhet të jetë modeste me këmbë në tokë, por ama i flet gjithë shoqërisë. Më kupton, sikur ne ta votoj shumica e qytetarëve, ne nuk do themi jemi të papërgatitur për të qeverisur. Prandaj ne duhet bëjmë maksimumin. Dakor? E para. Kjo dhe këtu më besoj që do ta bëj çdo parti serioze dhe bën çdo parti serioze në botë. Pavarësisht pritshmërive. Do zbresim në terren. Bukur. Në laborator. E dyta, ky program nuk është vetëm për 11 maj. Parimet e këtij transformimi të madh janë për shumë vjeçar të tjerë. Sigurisht që disa shifra mund të rregullohen rrugës. Ne kemi thënë që kur e botuan programin, presim sugjerime, kritika për ta përmirësuar atë, nuk ka diskutim. Tjetra që është e rëndësishme, unë nuk besoj që do ketë stabilitet qeverisës pas 11 majit në Shqipëri. Unë nuk besoj që do ketë një shumicë të qëndrueshme pas 11 majit në Shqipëri. Unë mendoj nga aty sistemi vjetër politik do të dekompozohet gjithnjë më shpejt dhe mundësitë për të vënë jetë këto ide do të jenë shumë më të afërta se më parë. Në politik koha nuk është, si thua, nuk është standarde, nuk është homogjene, pra nuk është se jam dashur 34 vjet për të ardhur deri këtu dhe duhet 34 vjet tjerë për të bërë hapin e radhës. Në politik çfarë ta sjell një moment caktuar historik, një konjunkturë caktuar historike, çfarë ta sjell muaji, nuk ta sjell dekada. Por në politik thuhet kur nuk thuhet kur. Prandaj që për aleancat po të pyes. Prandaj pra e ketë hapur mundësinë për të bërë një aleancë me këdo që fiton zgjedhjet? Jo, e refuzojmë për arsye morale, për arsye politike, se nuk i ndym duart me ata që kanë vjedhur, vjedhin dhe kandidojnë për të vjedhur. Se e pata një debat para një jave me Fatos Lubonjën në një studio tjetër, që po më thoshte me këtë do bëni aleancë, se nuk bëni aleancë. I thash, imagjinoni këtë situatë hipotetike, që s'ka për të ndodhur, sikur unë të ulesha në tryezën e diskutimit me njërin prej Sali Berisë apo Edi Ramës. Po për çfarë do diskutonim? Çfarë do thoshin? Se ne themi s'do vjedhim. Ata thonë do vjedhim. Çfarë do bëjmë? Do vjedhni vetëm ju, s'do vjedhim ne? Pra do vjedhet vetëm në ministritë e partisë X dhe jo të partisë Y? Po nuk ka sens bashkëpunimi kur ke një efekt madh moral. Programi. Po prandaj duhet pra që të ballafaqohet me tjetrin dhe të gjenden pikat ku bashkohen, dakor? Po, kur tjetri është partner moralisht i besueshëm, kur tjetri është hajdut, ti
ti nuk ke që program realizon, sepse ai kandidon për të vjedhur. Ju e dini shumë mirë që partitë e vjedhura në Shqipëri kandidojnë për të vjedhur dhe për të vazhduar të vjedhin, si janë produkti këtij sistemi, kapjes shtetit, klientelizmit. Ata nuk dalin dot. Edhe sikur Edi Rama t'i flasi Perëndia, si shëmpalit atë rrugës për Damask, Edi Rama nuk kthen dot më. Është i kapur tashmë, është drejt asaj rruge. Ose vdes në pushtet, ose vdes në burg, nuk ka ku shkon tjetër. Dhe ti nuk mund të jesh partner me Edi Ramën në këtë gjë. Patjetër pra, po si atëherë Duke kërkuar shumicën e mbështetjes qytetarëve në këto zgjedhje, në zgjedhjet e pas një viti, në zgjedhjet e pas 2 viteve, ky synim zgjedhjet pas 4 vitesh, pastaj nëse ti Unë nuk besoj që do jenë pas 4 vitesh. Nuk besoj. Thjesht nuk besoj. E ardhmja nuk mund të jetë e parashikueshme tërësisht, se nuk kemi vetëm Perëndia thonë e parashikon të ardhmen. Pra po ti përjashtoj çdo lloj aleance do pres derisa të do pres, utopizëm do veproj që ajo ditë të jetë gjithë më afër. Është gjitha utopike si programi, këtë po them. Utopike është të banojmë në Mars. Kjo është jo, ajo mund bëhet realitet, po them për momentin flasim, nuk flasim për më të lehtë imagjinoni jetën në Mars se sa realizim në një programi modest të ndryshimeve shoqërore. Sepse atë nuk e dim, këtu e kemi parë. Është më thjesht në Mars. Jetojmë në Mars. Se s'dim gjë. Dhe sa këtu, kemi parë fundin, dhe ndaj po të themi. Po ndoshta ka që kemi parë fundin, tani vetëm mund ngjitemi lart, se vështirë të gërmosh më shumë. Tani, ju jeni partia që keni denoncuar vazhdimisht dhe me guxim oligarkët e Shqipërisë. Çfarë janë propozimet tuaja për shtrimin e ekonomisë nga kjo lloj oligarkie tani? Si mund të realizohet kjo pa dëmtuar ekonominë e vendit? Po ja, pa nisim me një gjë të thjeshtë. Ligjin e investitorëve strategjik ja abrogojmë. Ti nuk ke më si oligark privilegje nga shteti. Jo, prish ajo. E dyta, nuk përdor më koncesionet për të pasuruar oligarkët. E treta, do ngremi një agjenci të pavarur për politikat parandaluese ndaj korrupsionit, pra do luftojmë korrupsionin, më kupton? Sigurisht, nuk është detyra e shtetit të fusë në burg oligarkët. Detyra e shtetit është të vendosë ligje dhe t'i bëjë qytetarët dhe aktorët ekonomik të barabartë përpara ligjeve të ekonomisë edhe ligjeve civile e kështu me radhë. Nuk do i fusim ne, nuk i fut qeveria, nuk i fut parlamenti në burg oligarkët, nuk bën parlamenti shpronësime, më kupton? Ata që kanë shkelur ligjin, ata do përgjigjen sipas kodit penal, që është në fuqi. Nëse kanë shkelur ligjin, kodi penal ka sanksionet për to. Po nga ana tjetër, nëse oligarkët nuk do të kenë përkrajën e shtetit, sigurisht do ridimensionohet krejt ekonomia shqiptare, do të futen lojë aktorë të tjerë. Aktorë të rinj, aktorë të shumë, aktorë që do mendojnë të investojnë në sektor ku fitimi mund të jetë më i qëndrueshëm dhe nuk ka pse të jetë kështu, rrëmbej gjithçka tani pa punë e madhe ç'bëhet nesër. Po, koha që je ti tani, që del ti, është dhe një kohë pak e papërshtatshme për ty. Po pse? Po sepse ky sistem është duke mbyllur, duke rënë gjithë botën. Nuk po flas tu se këtu nuk është ekzekutuar asnjë ditë. Me këto që tregon ti, me këto që tregojmë ne, ka 30 ca vjet tu kemi tallur menderen me veten, të gjithë. Po më shumë ata që e kanë bërë, që e kanë realizuar. Por tani zotri, ky proces është mbyllur dhe ti kërkon tani, ai thot tani unë po pranoj Bashkimin Evropian. Isha përpara unë Ermonela Felaj, ajo tha vetëm Bashkimi Evropian thash. Aty. Bashkimi Evropian, ne jemi aty tani, thash edhe ne mund ta marr Bashkimin Evropian me këto që ndodhen, që po bën Trumpi me Bashkimin Evropian futin këta dhe marrën e zgjidhen ne. Shqipëria dhe Po nuk është ndryshojnë nga Trumpi. Nuk është ndryshojnë. Jo, të merr në Bashkimin Evropian them. Po mirë, po nuk është gjë e madhe, se ka dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian që janë keq. Vende periferike që janë si mos më keq, nga i pamja ekonomike, nga i pamja e. Po kam këto gjithë vendet e periferisë, nga i pamja të drejtave të njeriut, nuk është se hyren parajsti, siç e tregoni Edi Rama, që po u futen në Bashkimin Evropian, ti zgjidhet gjithë problemet. Ke Rumanin, ke Hungarin që është bërë sistem oligarkik. Arsimi që ta prekan fillim unë është në pikën më të ulët. Po. Çfarë që bën ti këtë arsimi tani, ku janë bërë shkollat e të gjithë, shumë po ta vëshëroj njerëzit që kanë këto shkollat private, arsimi publik hajde varja se është në çik mirë, aty ku punon ti e të gjithë. Po. Çka? E tu në kokën pushati, po është pak më mirë. Ndërsa aty tek këta të tjerë të shkruar, nuk ka lidhje fare me bëjnë fondacioni filan, bëjnë shkruajnë libra, bëjnë libra, botojnë libra të njës, që s'kanë lidhje fare, se do t'i bëjnë, po të shkosh për shembull në universitetet e botës, këto t'i shikosh, ato kanë bëjnë në kuadër të shkollës, të ndihmës se për studentët, jo kështu për shembull. Fondacioni Pashka për librat për këtë tjetri. Përmenda këtë që më kujtua, po të gjithë janë kështu, të tjerë s'ekzistojnë fare. Si e zgjidhti këtë problem? Mirë.
që Se mirë, programi mund të jetë i bukur. Arsimi ka shumë probleme, po problemi i madh i arsimit, i cili është? Që ti këva 20 e ca vjetë kanë dalë njerëz pa shkollë fare. Ja, kanë dalë njerëz me diplomë, në shumë raste. Diplome. Në shumë raste. Që do me thënë kjo tani? Tani, e di nga është shkaktuar kjo? Nga parimi që ty shkolla nuk duhet për gjë. Ty duhet diploma, por shkolla nuk duhet për gjë. Në këto dekadat e fundit është krijuar bindja se ty të shkollohesh nuk të duhet për gjë, sepse ty mjafton diploma për të zënë një punë shtet, për të vazhduar, për të hyrë si, ku diu, ndihmës të biznesin e familjes, një ekonomi e dobët s'ka nevojë për një forcë punëtore të kualifikuar. Qofse ne e ndryshojmë të parim dhe japim mesazhin që ti nëpërmjet shkollës mund të çash në jetë. Shkolla do të jetë ascensori më i rëndësishëm ekonomik dhe social për fëmijët, për të rinj, çdo qasi do ndryshojë. Marrim një rast tjetër. Pse sot nuk shkojnë studentët më të mirë për mësuesi? Pra, cila është arsyeja që mësuesit e ardhshëm vinë kryesisht nga student mesatar, nga njëherë edhe më keq. Sepse kushtet e punës mësuesve dhe pagat e mësuesve mbeten të ulta, mbeten skandalozisht të ulta. Ne duhet ta transformojmë këtë gjë. Duhet t'japim mesazhin që po të bëhesh mësues në këtë vend, do trajtohesh mirë, edhe ekonomikisht, edhe nga pikpamja sociale. Po së del do të fatura se janë 20.000 të punësuar në arsim. Po prandaj na duhet ndryshimi, 520.000 pensionistë. I gjithanshëm, prandaj na duhet ndryshimi i gjithanshëm, prandaj na duhet edhe të rimendojmë modelin e edukimit. Mos harroni diçka. Sot fëmijët mbarojnë mësim në orën 1:30 në 2020 dhe nuk kanë ku shkojnë. Ose do i bëjnë gjyshrit, ose duhet paguar një qendër kursi private në mënyrë që të rrinë aty dhe të bëjnë detyra. Në vendet më të zhvilluara si ne, dhe ne kemi program këtë gjë, shkolla operon sipas modelit të edukimit afatgjatë. Kjo do të thotë nxënësi ka një periudhë pas mësimit që qëndron në shkollë dhe jo vetëm bën detyra, por bën një kurs artistik, një kurs sportiv, ha një vakt ushqim. Sigurisht që kjo është e bëshme, të paktën për shkollat 9 vjeçare, është e realizueshme. Do të ketë kosto, por ne duhet investojmë në kapitalin njerëzor. Si mund të kemi ne një ekonomi të qëndrueshme, në qoftë se shkollat i kemi cop-cop. Në qoftë se nxënësit dhe studentët shkojnë në shkolla dhe thonë, rasti më i mirë do marr një diplomë edhe do shkojnë në domosdoshme, por në arsim e mbjell sot e merr pas 20 vjetësh. Po dakor, duhet ta nisim një moment këtë gjë. Nuk mund të mendoj vetëm sot për sot. Duhet ta nisim një moment sepse por unë shoh vetëm fatura, nuk shoh nga do vinë parat për të paguar këto fatura. Vlera më e rëndësishme. Prandaj më duket utopike për këtë. Vlera më e rëndësishme ekonomike, kapitali më i rëndësishëm ekonomik është kapitali njerëzor. Prandaj ne nuk mund të vazhdojmë të kemi një model ekonomik të një force punëtore të keq arsimuar me produktivitet ulët dhe me syt nga deti për të emigruar një orë më parë. Çdo shtet që ka dalë të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme ka investuar në shkollat publike, në arsimin publik. Sigurisht që gjithçka e ka një kosto dhe duhet që ta sigurojmë të kosto përmes çirimit të ekonomisë, luftës ndaj korrupsionit, një model më të qëndrueshëm të taksimit. Të dhënat e censusit sugjeruan që iku shtresa e mesme. Nga Shqipëria ata ikin për shëndetësi, arsim edhe për mirëqenie. Nuk po ikim më të sinjalet që të kthehen. Për shkak të varfërisë të mbledhin ullinj, patjetër. Her pas here që më shkruajnë dashamirës nga diaspora, që thonë dhe këtë gjë, ne duam të vinë mos edhe aty nuk është baçe me lule. Nuk është se po vajti ti në Gjermani u hapën të gjitha dyert për ty, edhe do bësh jetë prej lordi. Ka shumë vështirësi. Mirë po prapë se prapë, deri më sot, kur shërbimet publike janë kaq të këqija, ku mbështetja e shtetit është kaq neglizhente dhe ku nuk vlerësohet askush në bazë të meritës, patjetër që shumë më tepër qytetarë shqiptarë i kanë syt jashtë, sesa nga ata që kanë jashtë i kanë syt për të kthyer në vend. Dhe mos harroni diçka. Nuk duhet pritur që Shqipëria të bëhet si Gjermania, që shqiptarët që janë në Gjermani të kthehen. Mjafton të fillojë ndryshimi. Pra mjafton të krijohet shpresa që gjërat po ndryshojnë për mirë dhe njerëzit vinë në këtë trend, po themi, të ndryshimit. Sepse po pritim që ne do bëhemi si Gjermania, emigracioni s'ka përmbaruar kurrë, se Gjermania do bëhet më mirë, nesër do bëhet më mirë pas nesër. Po kupton? Ai vjen këtu te unë dhe po ta thot ndryshe zotri. Ai perëndimi thot po i hap dyert për mua, po më merr dhe mua aty brenda dhe shkon ti në Gjermani, ikin gjithë në Gjermani më. Po që se ai ta hap ty dhe Malitzi, ti ikin, jo ti më, ti do mbetesh tu dhe do japësh disa njerëzve që do mbeten mësim. Me dhe mbeten sa njerëz tu edhe këta se oligarkët që nuk ikin kur, këta që mbjellin kanabis, edhe pastrojnë këtu, dhe kaq.
Dhe ti, Dhe vjen ndonjë italian që bën dhëmbët. nuk është se ti do sjellësh Bashkimin Evropian këtu. Ai po thot, hajde këtu ti duke mos qenë asgjikundi. Këtë po them unë dhe kjo është... Ky është integrimi i sforcuar, për arsye gjeopolitike. Pra t'ju fuzim brenda se kemi një hall të madh. Kupton? Po do ndodhë. Po më vlet ndodh, po nuk do ndryshojë ndonjë gjë. Nuk është se ndryshojë ndonjë gjë madhore në Shqipëri. Se kështu është i bie fati çdo njëri. Doktori i tira fati natos. Kone doktorit u fut në madone, tani këti i bie fati kësaj, edhe... Tani këta kanë filluar e kanë afruar datën e integrimit. Gjova dje tha 2027, 2026 do thonë 12 maj nesër. Do thonë një ditë mbas zgjedhjeve, do futemi në Bashkimin Evropian. Jenë zonja Kos këtu më. Dhe mban fjalime, në shumë se ky i gjati. Po di sa më i komplikuar se sa kjo zonja është procesi i integrimit, e sa vende duhet votojnë e kështu me radhë. Tani, Uroj më të mirën. një dallim e beni ju tani se kanë frikë nga ty vërtet, një pjesë e mirë njerëzish kanë frikë. Po ju pjesë e mirë e njerëzve, o burr. Nuk janë oligarkët shumica në popullatës, po jo oligarkë. Po kush? Ju bëni dallimin tani mes oligarkëve dhe biznesmenëve. Patjetër. Patjetër. Kjo. Patjetër. Se ja ta them, themi tjetër. fut trembjen, Unë kam takuar privatisht. Ja ta them, unë kam takuar privatisht disa biznesmen që kanë çoj përpara industri përpunuese në Shqipëri. Kam biseduar me ta, kam shpjeguar programin e lëvizjes bashk, dhe nuk e kanë fare problem biznesin e ndershëm. Përkundër, ne duam ta inkurajojmë biznesin e ndershëm dhe produktiv. Oligarkia është një formë parazitare, jo vetëm e pandershme dhe korruptive, po edhe parazitare e elitës ekonomike. Do të thënë, lufta ndaj oligarkisë do të ishte një luftë e gjithanshme. Edhe një njeri që beson në parimet më të kulluara të tregut do ishte kundërshtar i paepur i oligarkisë. Problemi në politikën shqiptare që vetëm lëvizja bashkë ka kurajën për ta denoncuar oligarkinë dhe këtë nuk e bëjnë vetëm për arsye ideologjike. Se ta thash, nga një pamje ideologjike, edhe njëri që i përket qendrës djathtë do ishte kundër oligarkisë, do ishte pro një tregu të lirë, vërtet lirë dhe konkurrues. Shumë njerëz Arlind tonë që pëlqejnë partinë tuaj, po pastaj thonë në një pjesë tonë kemi frikë tonë se duket si komunist. Unë e kam dhënë një këtë përgjigje që Po e komunistë. du të japësh prapë se popullata duhet ta dëgjojë gjithmonë se Propaganda vazhdon. propaganda vazhdon. Po mirë tani, shiko, ki parasysh diçka që akuza për komunizëm është aq e gjithë përdorur saqë e ka humbur çfarë lloj kuptimi. Se Po ta marrim edhe ky që ke në krah të djathtë, të pëlqen pak edhe për këtë arsye. pritë Se pëlqen ky këtë marrim majtën shembull. Majtën e tanishme. Donald Trumpi, një kandidate E pëlqen pak edhe më duket mua. S'kan frikun as nga komunistët, po këtu po të përgjigjet Arlindi, jo. ta mbaroj. Donald Trumpi akuzonte për komuniste Kamala Harrisi. Kamala Harrisi një centriste e lodhur. Ora i gjithë fushata e vetë u ndërtua mbi parimin Kamala Harris do ndërtoj Bashkimin Sovjetik në Amerikë. Një çmenduri e paparë, po kupton? Pra, këtu akuza për komunist. Ore, Edi Rama ja thot Sali Berishës, Sali Berisha ja thot Edi Rama. Pra, është një plumë që a gjyn gjithë. Dhe unë, me që jam një qiki fushës që i studioj idet politike, do t'ua them sërish edhe ta dëgjojnë edhe teleshikuesit tanë edhe të binden. Komunizmi si ide politike, si frym për të transformuar shoqëritë, ka lindur në rrugët e Parisit në 1848 dhe ka vdekur në rrugët e Berlinit në 1989. Sot as Republika Popullore e Kinës, që formalisht është një shtet socialist, nuk është shtet socialist, lere më komunist. Sot edhe Korea e Veriut ka investimet tuaja brenda. Më kupton? Pra nuk është më në horizont, është një akuzë komplet jo historike. Sigurisht ne mund të bëjmë debate, por pas 200-300 vjetësh çfarë mund ndodh, por këto janë komplet të panevojshme dhe tërësi spekulative. Sot nuk ka asnjë forcë politike serioze në botë, po them forcë politike serioze, jo forcë që merr 0,001% edhe këndon këngë për Mao Tse-dunin, se kështu ka gjithandej nëpër Perëndim. Po nuk ka asnjë forcë politike minimalisht serioze në botën e zhvilluar që mund ta quash forcë politike komuniste. Po pak ekstrem të majt. Jo, modeli ynë, po them. Te modeli i kontrollit të shtetit në tregun privat edhe tek jeta e individit. Pa fare, ne respektojmë jetën e individit. Te mënyra e taktë. Jo, nuk e respekton në momentin që i mbajnë gjysmën e pagës taks, nuk e respekton as pak. Po pse që nga respekt, se ti thua ti që je më i mirë, i thua ti, dhe që paguesh më shumë, sepse baza e modelit të demokracisë bazohet te meritokracia, ai që është më i miri do paguhet më shumë, ti do ta kesh pagën relativisht njësoj me atë që është më pak i aftë dhe që ka mësuar më pak, dhe pastaj
ku është konkurenca këtu e individit që të nxisin ide të reja, prodhimtarin, produktivitetin e punës e të gjitha këto, se se kuptoj. Në botën e sotme mund të ketë një 60-70 vende që meritojnë quhen demokratike. Plus minus, 60-70 vende. Nga këto vende, kam përshtypjen pothuajse asnjë nuk ka modelin e taksës sheshtë. Taksa e sheshtë është vetëm për vende periferike. Jo, e ka gjithë rajonin, fakt, edhe të konkuron shumë mirë të gjitha. As edhe Bashkurat Amerikës, po tani sistem demokratik shuhemi të gjithë, as vendet skandinave, as Hollanda, as Franca, as Spanja. Pra vendet më demokratike, historikisht më demokratike, kanë këtë model taksimi që propozojmë ne. Vende që e respektojnë më shumë Spanja e ka të sheshtën. Spanja qeveriset nga Partia Socialiste Spanjolle dhe Podemos, si e pas ka të sheshtën Spanja. Më kupton, asnjë vend, u asiguroj, asnjë vend i përparuar i demokracive të vjetra perëndimore. S'po flas për Gjeorgjin apo në një vend fandaksur Marjen e Zi. Se këto janë vende si puna jote. Asnjë vend i përparuar flasim për vende të zhvilluara. Nuk ka modelin e taksës sheshtë. Po flasim për vende të zhvilluara që nuk e kanë problemin formalitetin. Dhe ti konkuron me rajonin. Taksa e sheshtë, taksa progresive, nuk është cënim i lirisë personale. Është në fosh gjithëve i bën 5D, Arlind. Po është tjetër gjë pra. Po pse mo ti do ta ndryshosh vetëm ti do dash dhe do të rregullosh ne po që kemi këtu ne. Se ti thua bashkë me shumë në koalicion, nuk hyjas në koalicion. Atë të sqaroj një gjë se aty progresiviteti dhe në SBA dhe në këto vendet e tjera, matet me se bëhet në fund të vitit deklarata vjetore ku paguajnë të gjitha taksat, nuk ta mbajnë tatimin çdo muaj siç ta mban Shqipëria. Të gjitha vendet e zhvilluara. Llogaria të ardhurave familjare. Dhe atje ti shkon dhe thua sa ke shpenzuar për fëmijët në arsim për të gjitha këto, të zbriten ato dhe nëse ke kaluar një vlerë të caktuar, aty ato është 45% ose 50% edhe të gjitha këto. Nuk është ti që merr pagën, siç e ke ti në program, do jesh njësoj si unë me Yllin, për shembull që Ylli ka gjithë këto vite në punë. Si mund të jemi njësoj? Ose mund t'jetë dikush më i mirë se unë, se duhet marrim të njëjtën pagë. Taksa e sheshtë do të thotë që ti punëtorit, pastrueses, taksistit e kështu me radhë, ti marrë shumë më tepër nga që i merr sot. Jo, Ylli do marrë dhe pension të lartë me Arlindin edhe Ylli do paguaj më shumë taksa, kjo është e sigurt. Po pra. U preve këtu tani ti, po këta kanë thënë gjithmonë këtë gjë. Aty ka personalisht ai. Tash unë mos e kemi gabim që po ndihmojmë ty, vetë bere se më the një fjalë. Dëgjoj. Më the një fjalë më tash. Poluan me zjarrin. Poluan me zjarrin. Mua më kanë emëruar që poluan me zjarrin. $100 në vit e ke Për ta konkretizuar, ne të mediave jemi në shumë se ne e dim sa janë rrogë. Qartë. Dhe rrogat mbi 5.000 euro në media janë të gjitha rrogat pa merituara. Po, ja ta shpjegoj pse. Sepse në sistemin mediatik pothuajse 95% televizioneve nuk janë rentable. Pra, derisa televizionet nuk janë rentable, rrogat janë të pamerituara. Dhe ti në një ditë të ardhshme në një botë më të mirë, nuk do i fusësh në burg këta që kanë marrë nga 5.000 euro, por ama do tentosh të rivësh një drejtësi shoqërore që ai të paguaj pak më shumë se e ka marrë në mënyrë të pamerituar. Kjo është duhet menduar rishpërndarja e një shoqërie që ka funksionuar në mënyrë të padrejtë. Sa e drejtë është ai që e ka marrë pagën e lartë në mënyrë të merituar? Jo anglezi që ka emrin në cari media si quhet Murdoch. Robert Murdochu, ka pushtuar botën duke ndihmuar Margaret Thatcherin, e cila i dha ati koncesione politike. E la të bënte çfarë të donte, kështu ka qenë bota Arlind, se po të jetë kështu siç thua ti, ka qenë sheshtë, nuk është e tillë, është shumë e rumbullakët. Dhe rumbullakosja është gjithandej. Bushati thot vërtet i kështu është, më po. Tani ti ke bërë një ligj për median. Ç'do të bësh ti këtyre, se media ky është dorëzuar në dorë të 4-5 vetave që janë dhe ata oligarkë më vete. Media televizive ke parë, si do të ndryshosh tjetë? Do të mbyllësh televizionet? Jo, do të mbyllësh. Po çfarë do bësh? Është rregulla më të bëjnë rentabël, të justifikojnë ekzistencën e tyre ekonomikisht. Po edhe në botë nuk është shumë të televizion. Mos jetë një njeri pronar i një media dhe i 10 kompanive ndërtimit pastaj. Të ketë rregulla, të jenë institucionet që jetojnë me këmbët e tyre. Se di tani. Mos merr një frekuencë që të marrësh 15 leje ndërtimi. O e do frekuencën, ose do frekuencën. S'merr njëri frekuencë, fare pëse? Po atëre... Byllën frekuencat, po... E shikon, s'ke nevojë të mbyllësh. Se po ky do viti mbyllo? Jo, s'ke nevojë të mbyllësh. Mjafton të zbatosh...
Po të gjithë e din këtë, po të gjithë nuk ta pranojnë tani. Dhe kjo është Allah. Ju do të keni deklaruar se nuk do të bëni koalicion mes një partit tani të hapin dhe njërë këte. Po tani njerëzit pse do të japin vot ty tani qëtë? Kur ti s'mblidhesh që të bashkohesh me dikë dhe të bësh të punë, që do me thënë, do të dalësh të bërtatës atjo, ti ke 20 vjetë që bërtet. Edhe me këtë mënyrë, pa që në parlament, ti ke lëshuar britmat e dunjas. Nuk e lën gjë pa berë. Tani po s'ke pushtet opozitar do keshë? Për që dhe? Po që di që është opozita? Opozita është qeveria e nesërme. Tani njerëzve nuk i thua dot, o do fitojmë sot, o do vdesim. Do i thuash, jo, do avancojmë sot, pasaj nesër do bëjmë i hap akoma dhe do të madh, dhe pas nesër do arrim qëllimet tona. Versioni o shpëtojmë në 12 maj, ora me vdishje, me kemi provuar pa fundsisht herë dhe na ka çuar keq e më keq. Se këtë thonë Edi Rama me Sali Berishën. Aman shpëtojmë nga ky, aman shpëtojmë nga ai, ma jepni mua. U japin shqiptarët, pastaj shkohen më keq. Duhet mësohemi që rruga politike ka kohën e vet. Ne do përpiqemi ta shkurtojmë sa të jetë e mundur, por rrugtimi politik ka kohën e vet. Tuaj atyre që do vinë dita unë kam kaluar gjithë të kohë, kam kaluar s'do kaloj, kupton, edhe këta këtu, inshallah bet më mirë dhe bet susi situatore. Më lërë të përdor një krasim historik. Se me që më akuzojnë her pas here për komunist. Tani, para 100 e ca viteve, politika mund të ishte shumë e thjeshtë, ose mjafton të bëje për vete 5% popullsisë, kapja të qytetin kryesor, merje pushtetin edhe pastaj sundoje 80 vjetë. Këtë bën bolshevikët. 5% e shoqërisë i mbështeste, sa aq ishte klasa punëtore ruse aso kohë. Sot jetojmë demokraci. Sot kërkohet që ty të mbështesh shumica e popullit. Dhe shumica e popullit nuk krijohet brenda ditës. Pra në sistemet demokratike parlamentare nuk thua dot, mjafton të kemu një grusht njerëzish, pa me një grusht njerëzish do bëjmë namin për 13 ditë. Në një sistem demokratik që unë e dua fort edhe përpiqem t'i aplikoj parimet e demokracisë në çdo hap të jetës time politike, duhet të fitosh mbështetjen aktive të shumicës. Unë kam një të fundit që më 5 fjalë mund ta thuash dhe kolegët nëse kanë në një. Çfarë dallon Lëvizjen Bashkë se tani ju jeni gati të hani njëri tjetrin, këto partitë e reja. Çfarë dallon Lëvizjen Bashkë nga partitë 2-3 partitë e tjera të reja? Thuria, Shqipëria Bet edhe Mundësia. Që dallon? Ndeshmëria e pa cen, guximi politik për t'u kundërvënë jo vetëm gjithë klasës politike, por edhe oligarkisë ekonomike, serioziteti dhe moderniteti në organizimin e brendshëm të partisë dhe idet mbi të gjitha. Fakti që kemi program, fakti që programi ynë mund të jetë i diskutueshëm, mund mos pranohet nga të gjithë, por ama që investojmë shumë energji në ide të mëdha, në ide transformuese. Të gjitha partitë e tjera që ekzistojnë në Shqipëri, ekzistojnë lindin, ekzistojnë dhe vdesin brenda për brenda kryetarit tyre. Më kupton? Vetëm brenda për brenda kryetarit tyre. Qofse dështojnë, mbyllet qepeni, si që thua ti. Lëvizja Bashkë ka për ta mbyllë qepenin edhe sikur dështoj, unë do t'jem përsëri aktivisti Lëvizjes Bashkë, edhe në katastrofën më të madhe elektorale, ne do të vazhdojmë përpara kësaj rruge. Nuk është rasti që unë nuk jam i pari në listën e Lëvizjes Bashkë. Nga në tjetër, në çdo parti tjetër në Shqipëri, po fituar vetëm një deputet, ai deputet ka përqen kryetari. Në Lëvizjen Bashkë, qofse ne fitojmë një deputet, ai deputet do quhet Redi Muçi, nuk do quhet Arlin Qori. Më kupton? Kjo tregon që ne besojmë tek idetë, besojmë tek parimet, besojmë tek e përbashkëta, jo tek fati i një individi, qoftë ky edhe kryetari i asaj partie. Të gjitha partitë e tjera janë investime personale dhe lidhen kryekput me fatin e personit që ka krijuar dhe që i sundon ato si t'ishte biznes privat. A i dini që ka koalicione që kanë emra kryetarësh në zgjedhje? Koalicione, i ka vënë emrin e vet koalicionit. A ka gjë më qesharake? Se ti vësh emrin tënd koalicionit. Koalicionit më kush e ka vënë emrin? Më kupton? Këta që thonë që jemi për Lapa ja ka vënë koalicionit emrin e vet, më kupton? Këta thonë që jemi të barabartë me garmin. Lapa quhet kjo? Po, kështu quhet, gjysma e emrit koalicioni është emri i kryetarit. Nisma Shqipëria bëhet është. Jo, edhe pastaj emrin në koalicion ke edhe emrin e Zotit Lapaj. Më kupton? Këta që thonë që do garojmë me listat hapura të barabartë me njëri tjetrin, këta në emrin e subjektit kanë vënë emrin e njërit prej kandidatëve. Më kupton? Ata me listat hapura po konkurrojnë, tani se si kanë vënë logon aty është emri i njërit është emri i partisë. Sikur voton te emri jote. Ajo të mos quhej Lëvizja Bashkë, po quhej Lëvizja Arlin Qori. Kupton sa qesharake. Kemi bushat në një gjë tjetër? Kemi tela? Ola? S'kemi. Arlin tani kohët vështira po kanë ardhur, me thënë drejtën,
Edhe unë bashkohem me një pjesë mirë të gjerave, shumë mirë, po nga që kam parë më shumë nga ju, këto kohë, për fat, është dhe fat kjo, kush kam parë më shumë, se s'djetë shko vinore, erdi kjo e Amerikës, tani mund të dëshoj dhe Evropa. Mirë ti që do të jesh gjithmonë luftëtari, the gjitha, po këta të majnë të mbyllin dhe në një stadium në njërë. Mund të vi një shkru, dhe të ti mbyllim njërë në stadium, si që mbylli aji. Pinoceti, gjitha dhe kohët çuditshme, kohët dhe përsëritën dhe gjitha, ne do jemi prapë bashkë. Kur të vi koha e mbylljes së stadium, do vinë dhe kundër masat e daljes nga stadiumi. Ka dhe masa që... Historia prandaj është komplekse. Ka dhe masa që del nga stadiumi, thotë. Ose sym fare. Okej. Falenderoj shumë dhe ne do të jemi përsëri bashkë. Domethënë të keni qenë vazhdimisht në programin tonë, kanë ndihmuar. Ne jemi përpjekur të bëjmë kanë ndihmuar shumë programin dhe ne pikemi ndihmojmë ty dhe besojmë vërtet edhe ndaj një. Unë të falenderoj shumë për që më dhe mundësin të artikuloj teza televizjes bashkë dhe nuk mund mos e them që në prezantimin e djeshëm të programit televizjes bashkë mungonin gjitha mediat. Nuk zgjuaj asnjë, jo vetëm asnjë televizion, pa asnjë, ku di unë. Unë serda do se s'isha në... Dakor, po them... Po sinqerisht... Sigurisht, nuk po them që po bëhet nami me censur kundër nesh, po them si shko sa pak interes ka për ide. Mora në telefon. Po, patjetër, pa diskutim, po e jap se sa pak interes ka për programin dhe për ide. Mirë bere që e the, është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Një parti parlament, që aspiron tjetë parti parlamentare. Është shumë e rëndësishme dhe edhimshme. Pak të orit vinë edhe të na shajnë, po të pak të jehoj kjo në shoqëri, më kupton? Nderuar të shikues, ty ishte emisionin për mëmërën e sotme, po përpoqim tani, si shpërpikemi gjithmonë. Po, mund thoni ju edhe mund mos përpikeni. Është më kjo dhe edhe kjo një mënyrë e gjitha, po, tani, s'kemi që themi më tej, faleminderit shumë nëse na keni ndjekur, javën që vjen, do të takohemi përsëri. Natën e mirë, faleminderit, Faleminderit.